të jesh në dunja dhe të mos kesh të lashe dhe halësht e pamundshme. Dhe për këtë Allahu thot se sprovat do të vinë tek ju. Çfarë sprovash do të kemi ne? Do të kemi sprova në frikë. Do të friksohemi. Si do të jetë jeta e jonë. Jemi sprovuar me një smundje, si do të jetë e ardhmja e jonë pas kësaj smundjes. Jemi larguar nga puna që kemi menduar se do të jemi një kohë më afatgjate në atë punë, tash nuk jemi. Si do të jetë e ardhmja e jonë. Si do të bëhet kujdesi jonë dhe si do të punojmë ne për të mirëmbajtur familjen tonë. Thuaj vetes tënde, kjo është nga Allahu dhe Gjelle Gjelalu, dhe Allahu këtë ma ka dërguar mua sa Allahu më donë, nga se kjo sprov që kanë godit mu, mund t'jetë arsye kryesore që unë të fitoj xhenetin e Allahu dhul Gjelal. E pse? Sepse Allahu dhul Gjelal kur të regon format të cilët ne do të sprovohemi në jetën e kësaj dunjoje, a e dini sa bukur e përfundon ajetin e Kur'anit. A e dini sa këndshëm dhe me çfar fjalë shpresdhënëse Allahu dhul Gjelal e përmbyll këtë ajet kuranor. Wa bashiri sabiri. Jepu miqde që atyre njerëzve që në dunjon e tyre kaluese kalimtare kanë qenë të durueshëm, jepu miqde se ata i pret diçka shumë e madhe.